Maska me vezë që do ta bëjë lëkurën tuaj të duket 10 vite më e re. Ja si duhet ta përgatisni. Fytyra jonë është e çmuar dhe ne duam ta mbrojmë atë sa më mirë që të mundemi. Ta mbajmë atë me shkëlqim të pastër dhe ta bëjmë të jetë më e relaksuar. Megjithatë, shumë herë maskat e fytyrës së bukurisë janë mjaft të shtrenjta. Zgjedhjen mund ta merrni edhe në kushte shtëpie me një produkt mjaft të thjeshtë siç është veza. Megjithatë, duket se e bardha e vezës funksionon si një kozmetik natyrale dhe është në gjendje ta bëjë të duket më e bukur dhe më e freskët lëkura. Por si mund të bëjë një e bardhë veze një lëkurë më të bukur dhe më të freskët? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. E bardha ka efekte magjike për shëndetin e lëkurës. E bardha e vezës mund të përdoret për eksofilim. Rrihni disa të bardha vezë në një tas dhe përhapni në fytyrë. Ndihmon shumë edhe tek aknet. Ato janë anti-inflamatore dhe përmbajnë substanca që reduktojnë skuqjen. Më pak të bardhë veze mund të përdorni edhe për të qetësuar aknet ekzistuese ose për të parandaluar shfaqjen e tyre. Shumë herë, për shkak të lodhjes dhe stresit, zgjoheni me qeska poshtë syve. Në këtë rast merrni një shtup pambuku dhe e lyeni me pak të bardhë veze. Më pas e aplikoni të bardhën e vezës poshtë syve me një shtup pambuku dhe e lini të veprojë për 10 minuta. E shplani gjithashtu me ujë dhe rezultatet do të jenë befasuese. Një maske me të bardhë veze mund të pastrojë poret e zeza të lëkurës suaj duke i dhënë lëkurës hidratim dhe rrezatim shkëlqyes. Një recetë e shkëlqyer për një maskë për fytyrën bëhet në këtë mënyrë duke siguruar këta përbërës. Një të bardhë veze, një lugje dhe mjalt 20 pika vaj bajamesh. Gatiteni në këtë mënyrë recetën tuaj. Rrihni të bardhën e vezës me rrahse elektrike ose me dorë. Pasi të jetë formuar maja, shtoni mjaltin së bashku me vajin e bajames. I përzieni mirë derisa të gjithë përbërësit të bashkohen me njëri tjetrin. Është mirë të aplikoni maskën në fytyrë të pastër dhe të thatë. E lini të veprojë në lëkurën e fytyrës për 20 minuta. Pas kësaj kohe, shplani me ujë të ngrohtë dhe përsëriteni rreth 2 herë në javë këtë maskë në mënyrë që të merrni rezultatet më të mira për shëndetin e lëkurës suaj. Veza është një prej produkteve natyrale më të mira për fytyrën. Këshillat për maskat e saj janë vërtet të gjëra. Edhe specialistët në këtë pikë ndahen në 2 grupe, cila është më e mirë, e bardha apo e verdha e vezës. Përdoret e bardha e vezës nëse ke fytyrë me yndyrë ose kërkoni t'i bëni një lifting fytyrës. Është një recetë natyrale për të tërhequr lëkurën nëse e përdorni çdo ditë. Gjithashtu e kombinuar me disa pika limoni, e bardha e vezës është ideale. E mbani për 30 minuta. Përdoret e verdha e vezës nëse ke lëkurë të thatë, por edhe si maskë hidratuese për flokët. Përzierja balsamike e flokëve me të bardhën e vezës dhe mbajtja e tyre për 30 deri në 40 minuta mund të bëjë që floku juaj të jetë më i bollshëm. Siç dihet, e bardha e vezës përdoret në shumë mënyra për fytyrën me yndyrë, ndërsa e verdha e vezës për fytyrën e thatë. Meqense dimri ndikon në tharjen e lëkurës gjatë kësaj periudhe, këshilla më e mirë është e verdha e vezës. Me të verdhën e vezës lyeni të gjithë fytyrën dhe mbajini derisa të thahet për 15 deri në 20 minuta dhe më pas e lani normalisht me ujë të ngrohtë. E shplani më pas me ujë të ftohtë dhe përdorni hidratues natyral. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie sigurisht që do t'jap trajtime mjaft të mira për lëkurën tuaj. Nëse e verdha e vezës është e pasur me vlera ushqyese, minerale e vitamina, e bardha e vezës të jo me pak përfitime për organizmin dhe për lëkurën tuaj. Por përbërësit e maskave të bukurisë me këto produkte mund t'japin rezultate fantastike në dukjen e lëkurës suaj. Në këtë video do të përmbledhim të gjitha përdorimet e maskave me vezë që trajtojnë problemet kryesore të lëkurës, madje edhe të flokut. Prandaj ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie mund t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj të lëkurës. Maska me vezë për eliminimin e rrullave të para. Veza ka efekte të mira lifting për tërheqjen e lëkurës, duke rregulluar kështu edhe pamjen e saj.
Maska anti-rrull me vezë mund të bëhet në kushte shtëpie dhe të japë rezultate fantastike. Ajo që duhet të bëni është vetëm të rrihni të bardhën e vezës derisa të formojë një formë shkume dhe aplikoni në fytyrë për të paktën 20 minuta. Më pas e shplani fytyrën tuaj me ujë të vakët dhe lëkura do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të saj. Maska me vezë që zvogëloj në poret e mëdha të lëkurës suaj. Maska do të zvogëloj poret dhe kërkon gjithashtu një përbërës, të bardhën e vezës. Ndryshe nga maskat anti-rrull që veza duhet jetë shkumë për të zvogëluar poret, mjafton të lyeni fytyrën tuaj me të bardhën e vezës në trajtë të lëngshme dhe ta mbani atë për të paktën në 10 minuta. Maska për fytyrën e yndyrshme. Lloji i yndyrshëm i lëkurës është më i vështirë, pasi kërkon kujdes të jetë specifik. Yndyrat e tepërta mund të shkaktojnë puçra, gjithashtu dhe akne. Ndaj për të parandaluar atë, përgatisni një maskë me të bardhën e vezës dhe plurë tërshëre. Kështu do të arrini rezultate fantastike në dukjen e lëkurës suaj dhe mbajtje larg të komplikacioneve të saj. Largoni qelizat e vdekura të lëkurës. Nëse lëkura nuk është e pastër, asnjë produkt nuk do të depërtojë në lëkurë, madje as hidratuesi. Në mënyrë që lëkura të jetë plot me jetë dhe me shkëlqim, her pas here duhet të pastroni në nivel qelizor dhe të eliminoni të gjitha shtresat të cilat shkaktojnë edhe humbjen e shkëlqimit të saj. Maska e skrabit me të bardhën e vezës gjithashtu është mjaft fitimpruese edhe për lëkurën tuaj. Me një lëvizje rrethore masazhoni lehtë lëkurën për 5 minuta dhe më pas e shplani me ujë të bollshëm. Mos harroni ta hidratoni si duhet lëkurën në mënyrë që të keni një mbrojtje më të mirë të saj. Maska me të bardhë vezë dhe mjaltë gjithashtu mund të jetë një zgjidhje efektive për shëndetin tuaj të lëkurës. Ju duhet një e bardhë vezë dhe një lugë çaji me mjaltë. I përzjeni së bashku të dy përbërësit derisa të formohet një masë homogjene dhe vendosni atë në fytyrë dhe në qafë. E lini që të pushojë për të paktën për 15 minuta dhe më pas e shplani atë edhe me ujë të ftohtë. Kjo maskë me të bardhën e vezës do të tonifikojë, do të mbyllë poret dhe gjithashtu do ta bëjë fytyrën tuaj plot me shkëlqim. Është mirë që të bëhet të paktën për fytyrën me rrulla një herë në javë. E bardha e vezës në kombinim me kosin gjithashtu mund t'japë rezultate fantastike në dukjen e shëndetit të lëkurës. Ju duhet një e bardhë vezë dhe një lugë gjedhe me kos. Mund të shtoni edhe pak sheqer kafë nëse dëshironi më shumë rezultate. I përzjeni bashkë të dy përbërësit derisa të formohet gjithashtu një masë homogjene dhe masazhoni butësisht fytyrën për 10 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të ftohtë. Kjo maskë me të bardhën e vezës është shumë e mirë për të hequr qafe të gjitha qelizat e vdekura të lëkurës. Gjithashtu njëkohësisht do ta hidratoj lëkurën duke i dhënë edhe më shumë shkëlqim. E bardha e vezës me miell tërshëre gjithashtu mund të jetë një zgjidhje efektive për mbrojtjen e lëkurës suaj. Ju duhet një e bardhë vezë dhe 2 lugë gjedhe me miell tërshëre. I përzjeni së bashku të dy përbërësit derisa të formohet një masë homogjene dhe e lini të qëndrojë në fytyrë për 20 minuta. Më pas e shplani atë me ujë të ftohtë. Pas kësaj kohe duket se sapo keni arritur edhe në një trajtim më të mirë për efektet lifting dhe anti-rrull për lëkurën tuaj, duke i siguruar asaj më shumë bukuri dhe pastërti. E bardha e vezës në kombinim me limonin gjithashtu mund t'japë rezultate fantastike për mbrojtjen e lëkurës suaj. Ju duhet një e bardhë vezë dhe 2 lugë gjedhe me lëng limoni, shtoni edhe pak mjalt dhe gjithashtu nëse dëshironi kombinoni të gjitha së bashku. I përzjeni mirë të gjithë përbërësit derisa të formohet një masë homogjene. E lini në fytyrë dhe në qafë për 30 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të ftohtë. Kjo maskë do ju ndihmojë të eliminoni njollat kafe në fytyrë, të mbyllni poret dhe gjithashtu të siguroni lëkurës suaj një hidratim më të mirë. E bardha e vezës në kombinim me uthullën e mollës gjithashtu mund të përdoret për lëkurën tuaj. Përdorimi i këtyre recetave në kushte shtëpie sigurisht që do të jetë një metodë alternative shumë e rëndësishme për shëndetin e lëkurës. Ndaj sigurohuni që t'i përdorni ato vazhdimisht në lëkurën tuaj. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.